Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek raportet në fushën e sigurisë dhe ato ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Kosovës. Për ta bërë një bisedë të tillë, në pjesën e parë të tij, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Prishtina të jetë studiuesi i njohur i çështjeve të sigurisë, zoti Drizan Shala. Drizan, të falenderoj që gjete kohë. Përshëndetje Frango, për ju dhe për audiencën e juaj, kënaqësia imja. Drizan, duke qenë se së fundi startoi dialogu strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Serbisë, kur edhe dimensioni ushtarak dhe ai i sigurisë ishte një komponent i rëndësishëm, unë doja fillimisht të fokusohesha tek raportet e Republikës së Kosovës me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe sigurisht kur e përmend këtë fakt, vëmendja shkon tek FSK-ja, Forca e Sigurisë së Kosovës. Franco, me të drejtë bërë një hyrje e cila i atribuohet gjendës aktuale në raport në aspektin e gjeopolitikës, ku kemi disa ndryshime të cilat deri më tani nuk ishin parë, nuk ishin konsideruar si të arsyeshme apo normale. Fakti që kemi një krijim të një bazamenti të ri të një komunikimi strategjik në mes Serbisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është një tregues e qartë që dikon ka çaluar pjesa diplomatike e Republikës Kosovës në aspektin e gjeopolitikës. Sa i përket çështjes eksplicite të aspekti ushtarak, ku tani Forca e Sigurisë së Kosovës është në planin e saj përfundimtar të transformimit nga Forcat e Sigurisë së Kosovës në Forcat Armatosura, që ka startuar në 2018 dhe përfundon në 2028, pra më pak se një vit e gjysmë që kemi para vetes. Dhe njëkohësisht në kuadrin të këtij rrugëtimit dhe në fazën e tretë të këtij plani 10 vjeçar, FSK-ja tani më ka pjesën substanciale, pjesën kruciale të krijimit të infrastrukturës dhe blerjes së municionit dhe armatimit dhe sistemeve të ndryshme të armatimit për nevojat përmbushjes së misionit dhe mandatit që ka. Dhe është duke lëvizur trajektoria në drejtim të përmbushjes së nevojave, në drejtim të kapjes së kapaciteteve operacionale bazuar në koncept dokumente strategjike, po edhe në orientimin dhe misionin që ka, unë mendoj që në këtë segment Forca e Sigurisë së Kosovës ka një avantazh për rreth të kësaj, ka një avantazh në raport me nivelin politik të Republikës Kosovës, sepse në kuadër të bashkëpunimit reciprok, në kuadër të full soft agreement me Gardën e Iovas, është një element të jetë i rëndësishëm. Është elementi i cili në vetë gërthen një element esencial. Që Garda e Iovas është ekuivalent me Forcën e Sigurisë së Kosovës, ku Forca e Sigurisë së Kosovës është ekuivalent me një ushtar të Gardës së Iovas. Prandaj në segmentin gjeostrategjik, Forca e Sigurisë së Kosovës ka arritur që ta mbajë tempën, ta mbajë konsistencën, por njëkohësisht ta forcojë orientimin gjeostrategjik për nevojat përmbushjes së misionit dhe mandatit, që në aspektin politik kemi një çalim të dukshëm tani më të argumentuar përmes arritjes së marrëveshjes mes Serbisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Drizan, e përmende bashkëpunimin teje të ngushtë ose të identifikuar tashmë mes FSK-s dhe Gardës së Iovas. Por nga ana tjetër, si mund të ose çfarë mund të thuhet për sa i përket armatimit, trajnimit, komandës dhe ndërveprueshmërisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës me NATO-n. Pra, dimensioni i përgatitjes ushtarake të FSK-s me qëllim që ajo jo vetëm të jetë gati që në 2028 të shndrohet në ushtri të Republikës së Kosovës, por të ketë harmonizim dhe ndërveprueshmëri të plot me vendet anëtare të NATO-s. Janë 3 segmente të rëndësishme që tani apo 3 faza të rëndësishme me të cilat ka korrespondu pjesa ushtarake e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pjesa e parë është pjesa e full agreement, soft agreement me Gardën e Iovas, duke arritur që niveli i standardizimit brenda FSK-s të arrihet dhe të jetë ekuivalent me standardet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra ofrimi i trajnimeve, kurse të ndryshme në forma të ndryshme nga niveli ushtar deri te niveli oficerëve të lartë. Dhe fush betejë apo segmenti i dytë i rëndësishëm është çështja e komunikimit dhe bashkëpunimit dhe bashkëveprimit dhe ndërveprueshmëria me Aleancën Veriatlantike, dhe kjo është arritur fal një elementit esencial Franco. Është çështja e Europe Defender Area, i cili është mbajtur 3 herë radhazi në ballkonin perëndimor, ku në fakt
në radhën paraprake, jo këtë fundit, po paraprake ishëm përjashtuar si pasojë një vendimi dhe një qëndrimi politik, jo në korrespondencë të plotë dhe harmoni të plotë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që elementi ushtarak kishte arritur që të ekuivaloj nivelin e saj akademik kontrolli brenda segmentit aktual udhëheqës të asoj periudhe të forcës së sigurisë së Kosovës, duke e dëshmuar një herë të qartë se si mund të veprojë brenda një mekanizmi të një fushë veprimi më të zgjerë ushtarak. Dhe segmenti i tretë, që tjetër rëndësishëm është vetë qëndrueshmëria. Pra, segmenti i parë ke bashkëpunimi me forcat amerikane, e dyta ndërveprueshmëria me Aleancën Veriatlantike dhe tani faza e tretë ku tani më dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuara të fokusuara është qëndrueshmëria operacionale, qëndrueshmëria strategjike dhe qëndrueshmëria e komunikimit me marrëveshjen e regionalizimit ushtarak. Prandaj të trija segmente njëra me tjetrën e fuzionojnë elementin të rëndësishëm, i cili është forca e sigurisë së Kosovës është ekuivalente, është e barabartë dhe njëkohësisht mund të atribojë dhe kontribuojë në mekanizmin euroatlantik, e cili padyshim është aleanca e NATO-s, e cila do duhet që këtë veprim ta ndërmarrë jo më larg se në 2027, ku do të bëhet edhe samiti i rallës në Tiranë përmes mekanizmit politik të qeverisë shqiptare që të propozohet zyrtarisht Kosova në kuadër të një plani të përshpejtuar, dinamik në antarësimin e saj, ekuivalent me datën e përmbylljes së planit 10 vjeçar. Megjithatë, kam përshtypjen që përsa i përket dimensionit ushtarak dhe kudo, qoftë analistët ndërkombëtar, qoftë ju si analist lokal, shpreheni me vlerësime maksimale përsa i përket performancës së FSK-s. Por në samitin e rëndësishëm të NATO-s që u zhvillua në Ankara në 7 dhe 8 korrik, Kosova nuk u përmend as pak. Kishte pritshmëri se do të ftohej në statusin e vëzhguesit, edhe ajo nuk ndodhi. Nuk pati as edhe ndonjë propozim që Kosova mund të eci përpara. Ju e shihni këtë si mangësi për shkak të dimensionit politik dhe diplomatik të qeverisë së Kosovës? Padyshim se një nga elementet është edhe çështja e neglizhencës apo mos çësia pragmatike ndaj kërkesës dhe ndryshimeve të ekuilibrit sigurisë dhe ambientit sigurisë në të thënë prezanton Republika e Kosovës në raport me Ballkanin Perëndimor. Por njëkohësisht në kuadër të samitit të Ankaras ishin tema tjetër të rëndësishme të cilat kanë tejkaluar edhe dimensionin regional franko. Çështja e vazhdimit të luftës apo konsistencës në ndihmës të forcave ukrainase, çështja e lindjes së mesme që është tërë problematike sa i përket stabilitetit të elektroenergjetikës, sepse energjia, pjesa e naftës, rrjedhës së naftës kanë atributet e saj në zhvillimet ekonomike dhe elementi i tretë esencial është çështja e ruajtjes së konsistencës dhe harmonisë së plotë brenda aleancës, pra një ristrukturim të cilën dhe për të ne kemi folur në misionin tuaj NATO 3.0. Pra, në të trija segmente, çështja e regionalizimit, çështja e Kosovës si tematike veçantë, nuk ishte temë e diskutimit në formatin akut, në formatin imediat, por që çështja e Kosovës në soazat e këtij takimi apo këtij samitit është diskutuar brapa zyrave të mbyllura apo dyrë të mbyllura me segmente të ndryshme të rëndësishme të forcës ushtarake ndërkombëtare, pra të NATO-s, shefët e shtabeve, personeli përcjellës. Dhe cili ka qenë mesazhi që ka dalë nga këto diskutime, ta quajmë konfidenciale ose jo ta quajmë, por që kanë qenë konfidenciale si shpreheni ju? Mund ta them me përgjigje të plotë në bazë të informacionit në kurrin diplomatik i cili tani më ka arritur në Republikën e Kosovës, fakti që Kosova është duke u trajtuar si një partner serioz, Kosova tani më ka arritur që përmes formës së qëndrueshmërisë dhe pjekurisë politike ushtarake brenda segmentit politik dhe ushtarak të forcës së sigurisë së Kosovës, që t'i atribuohet tani më marrëveshja tripolse Kroaci, Shqipëri, Kosovë, dhe kjo do të jetë çelësi kyç i balancit i cili është i domosdoshëm brenda Aleancës Veriatlantike që të antarësohet. Pra, me një fjali të thjeshtë, Kosova, komponenta e saj ushtarake, në samitin e 2026 në Ankara është diskutuar që në 2027 të jetë në tavolinë e bisedimeve dhe të ketë një unanimitet brenda Aleancës për t'ia hapur mundësisë të antarësohet me një program të përshpejtuar, dinamik, ushtarak, që të jetë e barabartë në fund të 2028-s
si antare përhershme e NATO-s. Ndërkohë që janë 4 shtete antare të NATO-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe që pa miratimin e tyre apo pa shprehjen pozitive të tyre është e pamundur ecuria e mëtejshme, duke qenë se NATO-ja dhe Këshilli Atlantikut i marrin vendimet në mënyrë unanime. Të 4 shtetet mos njohëse të pavarësisë së Republikës së Kosovës, njerëzore kanë shprehë qëndrimin të formës së prerë si do ta mbështesin zgjerimin e Aleancës Veriatlantike, duke ruajtur ekuilibrin në sigurisë dhe duke prezantuar një siguri më kompakte brenda Ballkanit Perëndimor me forcën e sigurisë së Kosovës apo me forcën armatuse të Kosovës brenda saj. Drizan, doja të kaloja në një element teje të rëndësishëm, bashkëpunimin në fushën e sigurisë, ku AKI-ja, Agjencia Kosovare e Informacionit, ka një peshë të rëndësishme. Si do t'i përkufizoje raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe AKI-s, apo agjensive inteligjente amerikane dhe AKI-s? Në aspektin figurativ mund ta përkufizojmë si motorët dhe karasaria. Pra, në qoftë se e vendosëm të një makinë, karasaria e sistemit sigurisë, inteligjencës në Ballkanin Perëndimor, po në pjesën evropiane, është CIA, ndërsa motori në aspektin e shkëmbimit të informacioneve dhe minimizimit të aktiviteteve kundër interesave dhe sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës që reflekton në interesat e Republikës Kosovës, është Agjencioni Kosovar Inteligjencës. Në të kaluarën, Franco, ne kemi diskutuar situatat të caktuara të cilat ishin bërë publike, madje gjatë periudhës që kemi lënë pas 24 muaj, kemi pasur 6 operacione të suksesshme të AKI-s në raport me fuqizimin e sigurisë së Kosovës dhe njëkohësisht impaktit rajonal në Ballkanin Perëndimor. Prandaj, motori i CIA-s në pjesën e interesave ku gërshëtohet me interesat e Republikës Kosovës apo me kërcënimet ndaj Republikës Kosovës është AKI-ja. Prandaj, në këtë segment ne mund të themi se janë dy hallka që njëra me tjetrën tash dyzojnë veprimet të caktuara në drejtim të arritjes së interesave të përhershme. Por që do duhet kemi një zgjerim të këtij bashkëpunimi, padyshim se kjo do ndodhë dhe unë mendoj, Franco, se të kthejmë në aspektin retrospektiv. Çështja e marrëveshjes ushtarake ka dhe impakt në aspektin e marrëveshjes e bashkëpunimeve që kanë shërbimet inteligjente civile, jo me ato ushtarake. Prandaj, ku arrit marrëveshja ushtarake, mund të imagjinoni që në aspektin e marrëveshjeve civile vetë ekzistojnë këto marrëveshje bashkëpunimit në segmenteve shtet me shtet apo në rastin konkret të forcimit të një bloku kundër të së keqes, që në këtë rast është politika agresive e hapur tani me doktrinare të servis brenda elementit dhe finesave ruse. Prandaj, sa mund të themi është ky bashkëpunim mes AKI-s dhe CIA-s në bashkërendim me shtetet e tjera do të krijojë një fuzionim të një celule të përbashkët, të një qendre të përbashkët të shkëmbimit të informacioneve me në krye CIA për të minimizuar ndikimeve të luftës hibride, ndikimet të spionazhit apo elemente të tjera që mund të aksionojnë Ballkanin Perëndimor. Edhe një pyetje, në çfarë bashkëpunimi është AKI-ja me inteligjencën amerikane, por edhe të partnerëve, kur bëhet fjalë për parandalimin e krizave apo të veprave kriminale, sepse nuk e di pse Drizan më shkon mendja sërish tek Banjska. Fakti që ajo ndodhi nuk u parandalua, kam përshtypjen që mund ketë ndodhur diçka jo profesionale. Çështja e çalimit të këtij informacioni që rezultoi me sulmin ndaj rendit kushtetues të Republikës Kosovës në rastin e Banjskës, pra ka patur një çalim të një hallke e cila e ka tejkaluar sinxhirin e shërbimeve informative apo shërbimeve inteligjente, sepse mos harrojmë një gjë, do duhet ta ndajmë segmentin. Segmenti i përgjegjësisë së rastit të Banjskës është Aleanca Veriatlantike me misionin e saj në KFOR. Pra ka patur segmente brenda KFOR-it të strukturave inteligjente të shteteve veçëveç që kanë patur informacione të caktuara, ndoshta jo të detajuara, po kanë patur informacione që më pasaj ato nuk janë kanalizuar ato si duhet për të marrë për të ndërmarrë një veprim konkret operativ ndaj institucioneve të Republikës Kosovës për të përballur një parandalim më të suksesshëm preventiv, por një gjë tjetër ndodhi pas aktivitetit të strukturave serbe të mbështetur nga Beogradi në drejtim të Kosovës. Sa i përket çështjes së pyetjes tënde eksplicite.
AKI dhe CIA në bazë të qëndrimeve dhe në bazë të dokumentit strategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës të Shtëpisë së Bardhë, që është shtyr edhe për një vit. Po, akti autorizimit të mbrojtjes kombëtare. Është zgjatur edhe për një vit. Kjo dëshmon faktin që në atë autorizim i keni segmentet dhe elementet esenciale në të cilët me të cilët bashkëpunon CIA në Ballkanin Perëndimor, varësisht nga specifikacioni franko. Në Kosovë, padyshim do të jetë lufta kundër terrorizmit, padyshim do të jetë lufta kundër ekstremizmit, jo vetëm ekstremizmit ideologjik, por ekstremizmit edhe politik që ka suportuar dhe mbështetur Beogradi zyrtar. Do të jetë lufta kundër krimit organizuar, lufta ndaj pastimit parave. Ju dini çfarë që gjatë muajve që kemi lënë pas, 2 oficer nga CIA, për një kohë që nga FBI tani janë dislokuar në Republikën e Kosovës dhe bashkëpunojnë intensivisht edhe në teren në aspektin taktik operacional me strukturat tona të sigurisë. Pra kjo dëshmon faktin për një fokus në aspektin strategjik të sigurisë, sepse impakti ndryshimeve ekonomike, sociale, politike në aspektin e sigurisë e atakon drejt sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës për te Atlantikut. Drizan, ky intensitet i komunikimit, i bashkëpunimit të agjensive inteligjente amerikane dhe asaj të Kosovës, çfarë roli do ketë, apo si do të vendoset në raport me intensifikimin e qasjes së inteligjencës amerikane me homologet e veta në Serbi, duke qenë se filloi dialogu strategjik dhe ndoshta edhe komunikimi në fushën ushtarake dhe atë të sigurisë, kam përshtypjen që do të vinë në rritje. Padyshim në aspektin do duhet të analizojmë franko pa emocione folklorike. Absolutisht, absolutisht. Veprimet institucionale, veprimet konkrete, çështjet janë esenciale, çështjet janë të thjeshta. Shteti Bashkuar të Amerikës po tentojnë me çdo kusht dhe në çdo formë dhe në çdo mënyrë ta sillin në vëmendje që komunikimet institucionale në mes Beogradit dhe Washington DC të arrihet një kanal i komunikimit i sinqert, i fortë, i arsyeshëm për të minimizuar ndikimin e drejt për drejt të strukturave të Rusisë në raport me Serbinë. Segmentet e komunikimeve strategjike mes Beogradit dhe Washington DC janë të rëndësishme për ta minimizuar ndikimin e Moskës zyrtare. Prandaj ky komunikim strategjik ka këtë qëllim dhe këtë qëllim. Në kuadër të këtij komunikimi strategjik, segmenti ushtarak dhe segmenti i shkëmbimit të informacionit të inteligjencës janë të rëndësishme për shtëpinë e bardhë për Departamentin Amerikan të luftës apo për shërbimin inteligjent amerikan, sepse përmes kësaj matet impakti dhe interferimi i strukturave ruse brenda segmentit të sigurisë të Serbisë. Pra, duke komunikuar e sheh edhe impaktin e ndykimit ideologjik, veprimeve konkrete të strukturave ruse brenda mekanizmit të sigurisë të Serbisë dhe aty bëhet vlerësimi se si dhe deri ku mund të lëvizë e gjithë struktura e sigurisë të Serbisë në interesat të Moskës zyrtare. Prandaj, kjo do duhet ndarë nga ndikimi folklorik që ne mund ta krijojmë në segmente të caktuara si Serbia është më afër Washington DC ndërsa Kosova është më larg. Në aspektin e veprimeve konkrete në terren, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë lojtar konkret në aspektin taktik operacional në Kosovë, ndërsa në nivelin strategjik vetëm komunikojnë me pjesën e Beogradit për të minimizuar ndikimin e drejt për drejt të Moskës zyrtare. Ndërkohë që në informacionet që ke Drizan, si është kjo balancë dhe si do të jetë ecuria afatshkurtër e raporteve teje të ngushta që kanë patur tradicionalisht shërbimet inteligjente serbe me ato ruse, ndërkohë që po futen në një marrëdhënie të re strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për hir të vërtetës me këto shërbime nuk mund bëhet shaka. Padyshim, Franco, tani me Melioni që në aspektin e një 2 minutë ta përmbledhë se si paraprihet mendohet të veproj struktura komunikimeve mes Shtëpisë së Bardhë dhe Serbisë dhe njëkohësisht Serbisë me pjesën e Moskës. Komunikimi strategjik është një nga elementet kyçe ku tani me Rusia po tenton që përmes kësaj forme të arrijë një derë të dytë të komunikimit ku çdo gjë ndoshta mund të jetë bllokuar në të ardhmen. Pra, të jepet mundësi si përmes Beogradit ketë një komunikim me Shtëpinë e Bardhë në të ardhmen, nëse situata në terren mund të agravojë, sepse ju keni parë komunikimin që ka patur apo fjalimin që ka marrë Aleksandar Vučić në paradën apo në ku tha shprehimisht që Kosova dhe Metohia janë pjesë integrale e Serbisë. Në pjesën ku oficerët kishin kryer diplomimin ushtarak në Beograd, në Bajtanis. Pra, ndër të tjerash,
e jep atë argumentin si çdo gjë ka përfunduar. Ka përfunduar edhe ankthi apo akti I OKB-s, pra I referohet të rezolucion 244 sepse ajo tani më nuk është faktike në terren. Po njëkohësisht I ka paralajmëruar oficerët e asaj periudhe, që do duhet të jenë të përgatitur sepse ndryshimet mund të psojnë. Dhe njëkohësisht nëse referohem në aspektin historik, ta oficerët të cilët kanë diplomuar kohëzgjatja e veprimit të tyre brenda strukturave ushtarake të Serbisë është 30 vjet. 3 ditë para përmbylljes së diplomimit të kadetëve dhe oficerëve në Akademinë Ushtarake të Serbisë, ishte për vizitë ministri I Mbrojtjes në Baku, duke I referuar çështjes së një lufte 30 vjeçare në Baku. Pra, janë disa analogji që në fakt komunikimi është I atij strategjik I Shtetit Bashkuar të Amerikës për të parë dhe për të marrë impulsin e lëvizjes së Ministrisë së Mbrojtjes, nivelit strategjik ushtarak të Serbisë dhe atij inteligjencë për të parë ndryshime politike të mundshme që mund të karakterizojnë pjesën evropiane dhe pjesën e Ballkanit perëndimor të 2030. Prandaj, Rusia do të shfrytëzon padyshim këtë komunikim strategjik për një linje të dytë komunikimi me Serbinë e bën në rast se vihet të një situatë ka agravimit të sigurisë. Njëkohësisht Serbia po tenton që ta mbajë balancin në një neutralitet të interesit nacional të Serbisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës po tenton që përmes marrjes së këtij qëndrimi të komunikimit strategjik të marrë sa më shumë informacione të lojës së Rusisë brenda strukturave udhëheqëse, ushtarake, inteligjente dhe politike të Beogradit nga ana e strukturave ruse. E përmendet disi, po doja një opinion pak më të hollësishëm Drizan për sa I përket luftës hibride që bëhet kundër Kosovës. Dhe sigurisht Serbia është protagonist kryesor I ndihmuar ndjeshëm nga Rusia, e cila I shfrytëzon bazat e veta në Beograd pikërisht për këtë luftë hibride. Nëse do të pyesja, cilën do të identifikoje si elementet më të rëndësishëm të kësaj lufte hibride kundër Kosovës? Është çështja një nga çështjet më kryesore dezinformata, pra pikërisht. Kampanjat të dezinformatës, çështja e mediave faktikisht jo vetëm në Kosovë, po mund të themi në përgjithësi në pjesën e Ballkanit perëndimor, janë më të lehtëshme, më të sahtshme për të krijuar dezinformata dhe për të përçuar metudën në një narrative të I përshtatet vetëm interesit të atij shtetit, që në këtë rast të Rusisë, por të krijohet destabilitet jo vetëm në segmentin medial, por që ka impakt në segmentin politik dhe ekonomik. Prandaj, lufta hibride është një paraluftë e cila ka këtë qëllim: të atakojë stabilitetin politik, të paraqesë krizën ekonomike, të ketë impakt në nivelin politik dhe njëkohësisht të ketë impakt në nivelin shoqëror, që të katërtat reflektojnë drejt për drejt në segmentin e sigurisë. Prandaj, lufta hibride në këtë fazë aktore që tani më kemi është një nga elementet kyçe përmes kampanjave të dezinformatës, duke plasuar informacione dhe duke shtrëmbuar ato për interesa të mos zyrtare dhe duke paraqitur një situatë jo faktike, jo reale në raport me informacionin që jepet. Po përsa I përket luftës kibernetike, edhe ky është një dimension tejet I rëndësishëm I cili gradualisht duket sikur po merr vëmendje gjithmonë më të madhe përsa I përket vetë sigurisë së Kosovës, por edhe projektimit të imazhit të saj si brenda vendit ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, Drizan. Çështja e luftës kibernetike, segmenti kryesor me të cilën ndaj të cilave strukturat inteligjente armiqësore kanë qëllimin dhe synimin është fakti I mbledhjes apo kapjes apo thyrjes së mburojave të cilët shërbejnë për të luajtur informacione të klasifikuara apo informacione të inteligjente. Prandaj, çështjet e luftës sulmeve kibernetike kanë këtë qëllim: të atakohen serveret e ndryshme, të arrihet që të infiltrohet sistemi I sigurisë e institucioneve qofshin atyre politike apo atyre të sigurisë, por të marrë sa më shumë informacione relevante ndaj kërcënimeve që mund t'i kanoset së Republikës Kosovës apo veprimet mbrojtëse që mund t'i marrë Kosova ndaj kërcënimeve që vijnë nga ana e Serbisë apo vendeve të tjera. Drizan, doja të të pyesja, përsa I përket spionazhit, kemi parë arrestime të qytetarëve të Republikës së Kosovës që kanë punuar për spionazhin serb dhe jo vetëm. Sa I ngushtë është bashkëpunimi me aleatët strategjik përsa I përket identifikimit, monitorimit dhe arrestimit të këtyre personave thjesht tradhtar? Padyshim, Franco, ju keni vërejtur tani më pyetjen tuaj duar ta qes në një dimension strategjik gjatë këtyre ditëve që kemi lënë pas.
Pra, po javë që kemi lënë pas, kemi vretur një veprim konkret të veprimeve të inteligjencës së NATO-s brenda në Aleancën Veriatlantike, pra ku tani më pastaj ishte identifikuar një punojse e cila kishte bashkëpunuar dhe komunikuar me strukturat e treta inteligjente që kishin për qëllim spionazhin brenda Aleancës Veriatlantike. Prandaj këtë segmentet të spionazhit në kohën aktuale vendos elementin e luftës hibride, që e ka për qëllim dhe përshënim të krijojë kaosin, më pastaj vendoset apo infiltrohet individi apo grupi që këtë kaos ta ushqen me informata dhe të marrë sa më shumë informata ndaj ndryshimeve që mund të ndodhin dhe më pastaj këto informacione në aspektin operativ përpunohen si informata inteligjente dhe si produkt inteligjent. Prandaj të veprimet që kemi lënë pas 24 muajin e fundit në Republikën e Kosovës janë aktivizuar struktura dhe programe të ndryshme të inteligjencës së Serbisë dhe ndaj të cilave AKI-ja në mënyrë briljante, në mënyrë profesionale ka arritur që përmes komunikimeve strategjike që pa gjitha gjashe, po edhe nga vetë puna e tyre profesionale të trajnimit që kanë patur nga pjesë të ndryshme të shërbimeve inteligjente perëndimore me të cilat korrespondon AKI-ja, është arritur që të identifikojmë programe të specializuara të Serbisë në drejtim të Kosovës dhe ndaj të cilave janë ndërmarrë veprime konkrete, ku tani më ndaj persona në fjalë një pjesë e madhe është pranu fajsimi ndaj veprimeve kundër rendit kushtetues të Republikës, ndaj pjesës tjetër tani më besoj është duke zhvilluar pjesa gjyqësore ku sipas gjithasë nga provat dhe materialet të dalura publike mund të konstatojmë një fakt që edhe këta do të dalin para drejtësisë dhe do të marrin përgjegjësinë apo dënimin e merituar dhe kjo e atribuohet punës ekskluzive dhe eksplicite të operatorëve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës me partnerët e saj. Drizant, jam shumë i njohës. Shumë faleminderit. Gjithat mirat. Të nderuar shikues, shkëputemi për një hapësirë publicitare. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Balkan Talks, të nderuar shikues, për të vazhduar më tej me dimensionin ushtarak dhe të sigurisë në raportet mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe qasjen e re që mund të ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Republikën e Serbisë pas fillimit të dialogut strategjik mes këtyre dy shteteve, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Prishtina të jetë eksperti i njohur i çështjeve të sigurisë, zoti Bedri Elezi. Zoti Elezi, të falenderoj. Gjithashtu falenderoj për ftesën. Zoti Elezi, ambeten Shtetet e Bashkuara të Amerikës faktori kryesor i sigurisë territoriale të Republikës së Kosovës? Po, në fakt jemi të sigurt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbesin për një kohë shumë të gjatë partneri kryesor se garantuesi i sovranitetit përkatësisht të Shtetit të Republikës Kosovës. SBA ishte vendi kryesor i cili kishte dhënë kontributin kryesor apo mund të themi më të rëndësishëm në lidhje me pavarësinë e Kosovës, në lidhje me mbështetjen e luftës së Kosovës, ju e dini që SBA kishte mbështetur luftën e Kosovës dhe së fundmi edhe me ruajtjen e kufeve të saj, në fakt edhe me zhvillimet që lidhen me performancën e sigurisë përkatësisht të strukturave të sigurisë së saj. Zoti Elezi, në rast se është folur shumë, por doja nga ju një përgjigje ndoshta më specifike. Si do ta përkufizonit ju rolin konkret të njësive amerikane në kuadër të KFOR-it, duke qenë se po flasim për sigurinë territoriale të Kosovës? Leonid, ta tregoj një diçka që në fakt nuk është diskutuar dhe nuk di nëse ka pas informacione dikush të ngjashme të tillë. Në marrëveshjen e NATO-s në kuadër të angazhimeve që ka KFOR-i në Kosovë është një çështje e prerë. Komandanti i KFOR-it mund të zëvendësohet dhe mund të ndrohet nga shtete të ndryshme. Për shembull tani ka Turqia dhe në mandatën e ardhshëm mund të jetë nga Italia, Franca apo një vend tjetër. Por zëvendës komandanti dhe shtepi inteligjencës së KFOR-it nuk do të ndryshohet asnjëherë, do të mbetet amerikan. Është shumë interesant se operacionet e posaçërisht inteligjencën e KFOR-it e cila domethënë funksionon në Kosovë është pjesë e NATO-s e udhëheqën vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do të thotë se në këtë aspekt jemi të fuqishëm, nga se është inteligjenca ajo e cila trason planet operative konkrete
të NATO-s përkatësisht të KFOR-it në Kosovë. Ky është një fakt pozitiv për Kosovën dhe është shumë i rëndësishëm edhe për arsye se inteligjenca e NATO-s përcakton nivelin e rrezikshmërisë, inteligjenca e NATO-s përcakton angazhimet konkrete dhe në kohë reale nëse do të kanoset siguria e Kosovës dhe inteligjenca e NATO-s domosdoshmë përcakton nivelin e angazhimeve të vendeve të cilat kanë marrëdhënie me NATO në që operojnë në kuadër të KFOR-it Kosovë. Zoti Elezi, për te angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në KFOR që ju e qartësuat maksimalisht, prani individuale amerikane në Kosovë, cilat do t'ishin baza dhe cilat janë njësit që marrin pjesë në to? Në kuadër të KFOR-it në Kosovë, padyshim që është edhe baza e brigadës shumë komshelindje, baza amerikane që quhet baza Von Still, e cila brendësinë e saj ka edhe forcat të tjera të NATO-s që vijnë nga vende të ndryshme. Por në kuadër të angazhimeve që SHBA-ja, Sekretariati i Sigurisë përkatësisht të Sekretarit i Sigurisë së SHBA-ve në kuadër të angazhimeve që ka, pritet që në kuvendin e Kosovës së shpejti të kalohet kërkesa e Ministrisë së Mbrojtjes të Kosovës për një bazë amerikane në Kosovë, baza amerikane në Von Still. Aktualisht është baza e NATO-s, do të shndrohet në bazë amerikane, jo në bazë të NATO-s dhe në bazë amerikane. Ne kam parë projektin e bazës, i cili ndahet në dy pjesë. Një pjesë është për qendrim civil për punësuarit dhe stafin ushtarak amerikan, dhe pjesa tjetër është në mjete të forta apo të rënda ushtarake. Kjo bazë, në pjesa e kësaj bazë, ndahet përmes një aeroporti në mes ushtarak, dhe do të thonë me nën tunele, nën pistën e aeroportit, do të jenë kalimet lidhjet e ushtrisë përkatësisht ushtrisë amerikane në drejtim të lidhjeve përkatësisht të kalimeve në pjesën tjetër të civilit të saj. Kjo është një bazë e cila do të jetë për një kohë afatgjate, duhet të kalojë nëpër legjislaturën e Kosovës, ku vendi do të mandatojë apo do të krijojë, do të kërkojë nga qeveria amerikane ndërtimin e kësaj baze, dhe ne presim që në kuvendin e ardhshëm të kemi një kërkesë të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Kosovës kundrejt kuvendit, i cili do të kërkojë nga SHBA-ja për një bazë përhershme, e që në fakt baza aktuale e brigadës shumë komshelindje Von Still do të shndrohet në bazën amerikane përhershme, e cila do të fillojë edhe të ndërtuari, sepse aktualisht është me objekte montazh, ndërsa në projektin që parashit për bazën përhershme amerikane do të kemi objekte, domethënë nga ndërtime jo të montuara, por të kemi objekte të tipit të bazës amerikane në Gjermani, përkatësisht në Nürnberg. Thjesht baza amerikane në Nürnberg e Gjermanisë do të jetë ajo e cila do të zhvendoset nga Gjermania në Kosovë, në Ferizaj, në Von Still, dhe do të jetë afatgjate përhershme, e cila do të garantoj siguria afatgjate në Kosovë. Më lejoni të tregoj edhe një fakt tjetër që është më rëndësishëm, se kjo bazë, përpos planeve saj operacionale, ka në angazhimet e saj edhe mbajtjen e dy bazave të tjera si motra që do të jenë pjesë e saj. Njëra më tani është ndërtuar në Novo Selo të Bullgarisë, në trekëndshën mes Rumanisë, Serbisë dhe Bullgarisë, dhe tjetra do të jetë në nish të Serbisë, që në pak pritet me marrëveshjet e reja, me marrëdhëniet e reja të SHBA-s me Serbinë, që t'i jepet mundësia fillimisht të bëhet një kamp që do të quhet kampi Monti i SHBA-s në Serbinë në Niš, afër aty ku betohet që është një qendër spionazhi të Ros, që do të jetë në pjesën e trekëndshit, domethënë Serbi, Bullgari, Rumani, që prekin pjesë edhe banorët shqiptarë, sepse ju e dini që ajo pjesa është kryesisht shqiptare, që vjen nga Prishtina, Bexha, Bujanovci, dhe tjerë do të ketë një lidhje edhe kuptimin teknik me bazën kryesore amerikane. Thjesht kjo do të jetë ajo forma e shtrirjes horizontale që SHBA-ja ka për të rregulluar pjesën e korridorit 8, që të ketë një garanci më të fuqishme sa i përket rrezikeve të armën për sigurinë Ballkan. Zoti Elezi, ishit tej mase i qartë, por doja ta kaloja pak vëmendjen te ky dialog i ri strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Serbisë. Ju e cekët një element, por nga ana tjetër, si e shihni ju bashkëpunimin në dimensionin ushtarak dhe të sigurisë mes Washingtonit zyrtar dhe Beogradit zyrtar? Kjo është çështja më e rëndësishme që
po ndodh në Ballkan dhe po janë përpjekje të reale, natyrale dhe shumë të rëndësishme Shtetet Bashkuara të Amerikës për të garantuar një Ballkan qetë apo gjatë. Ju e dini që në vizitën që kishte shefi i CIA-s në Ballkan, kishte identifikuar dhe kishte kualifikuar dy burime jo sigurie, e që në fakt të dy burime jo sigurie ishin Bosnia dhe Kosova, e që të dy burime përdoreshin nga Beogradi zyrtari, i cili mendoi dhe besoi që ishte mund të themi përdorur nga Rusia, e cila në vazhdimsi kurdo që ka dashur ta kalos sigurinë e Ballkanit dhe të Evropës, ka përdorur Serbinë si trampolin për të rrezikuar, domethënë sigurinë e Gabishut Ballkanit dhe në këtë formë për ta rrezikuar edhe vetë Evropën. SBA duke i parë këto vlerësimet të shefit të CIA-s dhe ekipi që kishte bërë një punë dikon 2 vjeçare për konstatimin e nevojës së marrëdhënieve të reja me Beogradin zyrtar për ta shkputur Beogradin zyrtar nga ndikimi që ka Moskva dhe përmes formave të ndryshme ushtarake, politike, duke mbështetur organizatat e qeveritare. I kujtohet një angazhim i jashtëzakonshëm ish ambasadorit amerikan Christopher Hill, i cili në fakt kishte bërë një punë të fuqishme për ta rikultivuar një marrëdhënie më të mirë mes SBA-s dhe Beogradit zyrtar, po krejt kjo me një arsye të vetme, sepse SBA-ja e ka konsideruar që një Serbi në NATO, në Serbi afër SBA-s, do të jetë garanci e sigurisë Gabishut Ballkanit, sepse mbetet i vetmi burim i sigurisë, i vetmi vatër zjarre që mund të prejë zonat e tjera të Gabishut Ballkanit, sidomos çështjet që lidhen drejt për drejt me angazhimet konkrete që ka SBA-ja të sigurisë. Prandaj një angazhim i ri i SBA-s që kishte filluar më parë, duke i ofruar trajnimet përbashkët Austrisë, Serbisë, kishte ofruar edhe mjete teknike ushtarake, deri tek avancimi në një dialogu strategjik i cili do të është i mirë në Ballkanin, sepse SBA-ja po shkput Serbinë nga Rusia dhe aleatët e saj të drejtanishëm, që janë Irani, që janë Kina, që në fakt kanë qëllime destabilizimit të rajonit në vazhdimsi. Plotësisht e drejtë, zoti Elezi, por pyetja logjike që pason, kemi të bëjmë me një kalcifikim apo me një raport teje të gjatë të bashkëpunimit të FSB-s dhe të gurut rus dhe GRU-s ruse me BIA-n dhe me segmente të rëndësishme të organeve të sigurisë së Serbisë. Ju e dini shumë më mirë se unë rolin e Aleksandr Vulin dhe atë çka po bën ai tani për t'i konsoliduar këto marrëdhënie. Sa e lehtë do të jetë në optikën tuaj një ndryshim qasje të inteligjencës serbe për t'u afruar me atë amerikane, duke qenë se rusët janë në shtëpi të tyre deri tani? Në fakt po, është një angazhim shumë një angazhim shumë i vështirë i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë aspekt, nga se e dimi saktësisht që situata është komplekse, për faktin si që përmendet ju, sepse krahas angazhimit të SBA-ve për garantuar për një kohë të gjatë sigurinë Ballkan përmes angazhimeve të reja në Serbi, kemi edhe angazhimet e inteligjencës së huaja, e cila ndërlidhet me punën e fillimisht të inteligjencës ushtarake ruse GRU, e cila është më e pranishme dhe më rrezikshme në rajon, më pas FSB-ja që ka mandat dhe vepron edhe në kuadër të angazhimeve politike, si dhe partnerët e tyre. Mos harroni, ne kemi informacione të shumta se inteligjenca kineze është shumë e pranishme, shumë e fuqishme, e sidomos departamenti që lidhet me çështjet ekonomike, po ashtu tek pjesa ushtarake, ju keni parë që Serbia ka pasur disa marrëdhënie. Ka blerë dhe madje armë hipersonike. Kanë shkëmbyr saktësisht, kanë shkëmbyr, domethënë kanë pas marrëdhënie shkëmbimeve tregtare që lidhen një drejt për drejt me veprimet e reja të Kinës në drejtim të Ballkanit, e sidomos për shkak të faktit që Kina dhe partnerët e saj e kanë kuptuar që SBA-ja ka arritur ta ndryshojë, mund të them Serbinë, ka arritur që krijoj pikat e referuese nga koha dhe do të ketë mundësi për shtrirë, domethënë aktivitetet e saj në mënyrë horizontale, në mënyrë që ne ta më të afërt të SBA-ja të merr edhe kontrollin përkatësisht të situatën në kontroll e cila determinon siguria pa gjate. Ne duhet jemi të vetëdijshëm që SBA-ja ka një vështirësi mjaft apo mundstat mjaft komplekse, megjithatë ndjeni ta përmend se SBA-ja ka bërë ndryshime atë fuqishme tek pjesa e strukturës së inteligjencës së saj në Ballkan, madje ka forcuar edhe aspektet ekonomike, ka ndarë plotësuar, mund të themi, disa burime të reja financiare që
manovra operative dhe gjithashtu ka vendosur në krye të Ballkanit një nga eprorët e lartë inteligjencës ushtarake që ka një njohje të fuqishme dhe një mund të themi një kapacitet të jashtëzakonshme për të arritur që të sfidoj këto lloj angazhimet e vendeve tjera për ta pamundsuar ndryshimin që SBA prap përmes Beogradit ndërtar. Zoti Elezi, doja të kthehesha pak tek një element i rëndësishëm i kësaj bisede. Raportet ose dimensionin e sigurisë në raportet mes Washingtonit dhe Prishtinës. Për sa i përket Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, si do t'i përkufizonit ju marrëdhëniet me agjencitë inteligjente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë? Po, në fakt, SBA përmes strukturave të saj të inteligjencës që punojnë një drejt për drejt në Washingtonin ndërtar, ajo shfrytëzon edhe njësitë e inteligjencës ushtrisë amerikane që veprojnë kuadër të këforit të janë në mandat të NATO-s. Megjithatë, të gjitha strukturat e inteligjencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë bashkëpunim me Kosovën, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, me DIAN, Departamentin e Inteligjencës së Policisë së Kosovës, si edhe me dy strukturat inteligjente të Forcës së Sigurisë Kosovës, S2 dhe G2. Këto marrëdhënie janë të mira, sidomos me Forcën e Sigurisë Kosovës, ka parë veprime të përbashkëta të cilat të lidhen me trajnime posaçme në fushën e inteligjencës së veçanërisht strukturat të cilat do të jenë anëtare të NATO-s në të ardhmen, por edhe me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ju e dini që në shumë raste në bazë të bashkëpunimit që kanë pasur, në Kosovë kanë zbarku edhe forca si që janë FBI. Ju e dini që së fundi për shembull në Kosovë ishte një operacion për arrestimin e një grupi i cili punonte me kriptomoneda që plyshohet dhe besohet që ishin të organizatave terroriste të që është ISIS. Prandaj janë veprimet të prekshme, marrëdhënia e SBA-s me Kosovën është marrëdhënie natyrale, parashtimisht marrëdhënieve në aspektin politik kemi disa çarje, por jo në atë nivel që mund të konsiderohemi marrëdhënie të rënduar me Kosovën dhe SBA-n, përkatësisht me Washingtonin. Jemi në situatë ku Kosova me qeverisjen e re, përkatësisht pasi që do të ndërtojë institucionet të saj, do të ushtrojë një marrëdhënie të re. Ju e dini që SBA kishte pasur një marrëdhënie të mirë me ministrin e mbrojtjes, me presidentin e Republikës Kosovës, kishte ruajtur me policinë e Kosovës, me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe kishte ato vërejtjet apo mund të themi ato pa jo dakordsi në raport me politikën që pak unë shpresoj dhe uroj që do të kalohen sidomos me çështjen e gazit amerikan i cili në një farë është pranuar, por që prat veprime politike në kohë reale për të përfituar subjekti politik që udhëheq me pushtetin në Kosovë për ta kualifikuar si një angazhim të mirë që ka SBA-ja dhe Prishtina. Absolutisht, zoti Elezi, por duke qenë se e cekët çështjen e LNG-s amerikane, janë të shumtë bashkëbiseduesit e mi në këtë emision, por edhe analistët që shprehen që ende qeveria e Republikës së Kosovës në detyrë nuk është shprehur jo vetëm entuziaste, po duket sikur është refraktare, e tërhequr, sikur nuk po e pranon atë që ju e cilësoni kyçjen e Kosovës në LNG-n amerikane, që të kalojë aty nëpërmjet tubacioneve nga Greqia dhe pastaj të kalojë në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe të vazhdojë më lart. Çfarë ju bën të jeni optimist, sepse zyrtar të lartë të qeverisë, përfshirë dhe kryeministrin Kurti, nuk janë shprehur entuziast, nëse mund ta përdor këtë fjalë? Në fakt, në bazë të informacioneve që ne kemi, SBA ka komunikime me qeverinë e Republikës Kosovës, jo në nivelin që duhet ketë. Kryeministri i Republikës Kosovës ka dhënë disa mendime, disa deklarate në lidhje me çështjet drejt për drejt sa i përket gazit amerikan, por në fakt jeni të bindur se kjo është çështje e kryer dhe se kryeministri i Republikës Kosovës, duke ditur që Kosova do të shkojë në zgjedhje shpejt, po mundohet që ta shfrytëzoj mund të themi konfirmimin ose adresimin tek qytetarët për një marrëdhënie të re me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një fushat e cila pritet të jetë në vjeshtën, fillimin e vjeshtës të këtij viti. Thjesht ne dim që marrëveshja për politike për presidentin nuk është në sfond dhe e dim që do të kemi zgjedhje të reja dhe vetvendosja kryeministri në detyrë po mundohet që si kryeministër në detyrë në kohën e fushatës para
zgjedhjeve të kualifikoj marrëveshjen e re apo të adresoj marrëveshjen e re me SBA-n sa i përket gazit amerikan, në mënyrë që një pjesë e votuesve që në fakt e kanë eventualisht frikën që SBA-ja dhe Prishtina ndërtore i kanë marrëdhëniet jo në nivelin e duhur, kryeministri të faturoj politikisht këtë lloj marrëveshje të re që do ta ketë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Thjesht është çështje kohe dhe po ka një përpjekje për ta shfrytzuar në aspektin elektoral përkatësisht për fushat elektorale. Do të ishte një lëvizje e zgjuar politike nëse ndodh një gjë e tillë, të cilën realisht e uroj. Ndërkohë, zoti Elezi, për sa i përket pezullimit të dialogut strategjik mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga gjithë ky bashkëbisedim deri tani, unë krijoj përshtypjen që kriza në raporte dypalqe apo krisjet në raporte dypalqe janë më shumë në dimensionin politik dhe atë diplomatik, ndoshta dhe ekonomik, ndërsa në fushën e sigurisë dhe në fushën ushtarake duket sikur dialogu vazhdon. Nuk e di, ndani dhe ju të njëjtin opinion apo mungesa e këtij dialogu strategjik, nëse nuk konfirmohet, pra nuk konfirmohet ajo çka thatë ju, mund të kalojë edhe në dimensionin ushtarak dhe të sigurisë. Në fakt, marrëdhënia e Kosovës me strukturat ushtarake përfshirë dhe të qeveritare është marrëdhënie e mirë, shkëlqyer dhe po vazhdon sepse SBA-ja në të gjitha dimensionet e saj po mbështet Kosovën që në vitin 2027 ta paralajmëroj si antar në vit të NATO-s me vizitën e presidentit të Trump në Tiranë. Ajo që më lejoni ta ritheksoj që është shumë e rëndësishme është fakti se qeveria e Republikës Kosovës në disa dikasteret të saj ka komunikim me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Posaçërisht ministri i mbrojtjes së Kosovës ka marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Madje forca e sigurisë Kosovës është një situatë ku të gjitha angazhimet e saj janë në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me forin amerikan në Kosovë. Megjithatë, siç e thatë edhe ju, problemet e natyrës politike përkatësisht diplomacisë, sepse ju e dini që është kryeministri i Republikës Kosovës, ai i cili nuk ka një, mund të themi, një përfaqësim të mirë apo mund të themi një performancë të mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse i njëjti nuk ka arritur që ndërtoj marrëdhënie siç është marrëdhënia e popullit të Kosovës me SBA-n, edhe kjo dihet qartësisht sepse ai vetë kryeministri i Kosovës nuk e ka vizituar as edhe një herë Washingtonin zyrtar, nuk ka qenë as edhe një herë në zyrat e Shtetit Departamentit Amerikan, çka do të thotë se problemet e qeverisë Kosovës lidhen ndoshta vetëm me Kurtin dhe disa personalitete të cilët madje edhe nuk kanë notuar të SBA-s, siç është ministri i mbrojtjes, nëse nuk gaboj ministri i drejtësisë, janë disa ministra që ju besoj që i keni parë edhe nga aktivitetet publike që nuk kanë notuar madje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe SBA-ja nuk e ka dëmtuar marrëdhënien natyrale të popullit të Kosovës për shkak të individëve. Kryeministrit dhe 2-3 ministra që janë në kabinet, por ka ministra me cilët SBA-ja ka një bashkëpunim dhe ka pasur edhe në të kaluarën. Ju e dini që zotës kryeministri i Republikës Kosovës Bislimi kishte një komunikim të vazhdueshëm, presidenti i Republikës Kosovës kishte një bashkëpunim, nuk po flasim më edhe një herë ta përsëris ministrin e mbrojtjes që në fakt kjo marrëdhënie është ruajtur dhe se SBA-ja ka qenë, domethënë, strikt në kërkesat e saj sa i përket çështjes se kush do të jetë ministri i mbrojtjes. Zoti Elezi, një element i rëndësishëm që doja opinionin tuaj është stërvitja e madhe ushtarake që u zhvillua së fundmi në Kroaci, në Sluj, mos gaboj, ku me titullin Combat Power, fuqia e goditjes 26, ku mori pjesë edhe Forca e Sigurisë së Kosovës. Nga bisedat që kam zhvilluar me ish ushtarak në Kroaci, ata u shprehën që generalet kroati ishin të mahnitur nga entuziazmi dhe nga kompetenca profesionale që manifestoi ekipi apo toga prej 45 ushtarësh të Kosovës. Ju, si do ta përkufizonit fillimin e konkretizimit të kësaj marrëveshje ushtarake trepalqe, Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci? Në fakt, përballja kroate ishte befasi performanca e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë të Kosovës, por jo dhe për ne, për faktin se
se ne I shohim ata, ato trajnohen nga ushtria amerikane në bazat e FSK-s në Kosovë, madje baza e FSK-s në Ferizaj, që është njëra ndër bazat kryesore të trajnimeve të forcave të sigurisë Kosovës, brenda saj krijohet përshtypja se janë në bazën amerikane. Janë trajnerë, janë ushtarakët amerikanë të cilët përgatisin forcat tona dhe padyshim që kudo ato që kanë shkuar, I kanë befasuar të tjerët nga se kanë një mundësi për të pasur trajnime të përbashkëta me këpojnë amerikanë, që në vërtet kjo është një fakt I madh I forcave të sigurisë Kosovës përgatitjes ushtrisashme të Republikës Kosovës. Kjo performancë dhe kjo marrëdhënie e re e Shtetit Bashkuar e Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një garanci, është një mund të themi një pjesë e garancisë që vijnë nga një dimension tjetër nëse NATO KFOR-i do të ketë probleme të natyrës saj strukturale për të garantuar sipas rezolutës 1244 sigurinë në Ballkan. Ju e dini që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë aprovuar këtë lloj marrëdhënie të re, madje ka qenë iniciativa e njërit nga epërët e lartë të Shtetet Bashkuara të Amerikës që është pjesë e këtë departamentit për të pasur edhe një strukturë ushtarake në rast se KFOR-i, siç ka pasur edhe mendime që mund të mos veproj për shkak të veprimeve zhvillimeve që mundohen në NATO, sidomos në ato diskutime të çajeve të NATO dhe Evropës, është një forcë e re e cila është kryesisht në marrëdhënie të jashtëzakonshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, një aleancë që është ndërtuar mes Kroacisë, që një shtet I fuqishëm në NATO, Shqipërisë, një ushtri e cila është pjesë e aleancës NATO dhe performon në drejtim të arritjes kapaciteve që kanë ushtrit e NATO-s ushtarake dhe forcat e sigurisë Kosovës, një ushtri në ardhje që është e trajnuar nga NATO, që ka një mund të themi një performancë të ushtrisë amerikane dhe kjo garanci, kjo strukturë do të ishte garancë në rast se NATO do të ketë probleme të natyrës mund të themi strukturore për të përballur me ndonjë jo siguri që mund vinë në tarmë në Kosovë. Kjo aleancë është e dobishme për Ballkanin, është e dobishme për vetë sigurinë dhe unë uroj që shpejt kësaj aleancë do të bashkangjitet me vende të tjera, madje ka sinjale që Bullgaria së shpejti mund të bashkangjitet. Dhe besoj që do të vazhdojnë më pas me Maqedoninë dhe Molenezi. Thjesht ne jemi me fat që edhe Kroacia ka parë që mund të ushtrojmë bashkëpunim përbashkët dhe është bërë pjesë e një strukture që garanton thjesht siguri që është dobi të gjithëve. Zoti Elezi, ju jam shumë mirënjohës. Shumë faleminderit. Uroj që këto që kemi ndarë bashkë të dobishëm për shikuesit tuaj. Absolutisht që janë. Ju falenderoj dhe kalofshi mirë. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.